mirësitë dhe bukuritë më të bukura, më mahnitëse të Islamit. Pra gjëja e dytë që më bëri përshtypje është se unë shikoja ata më shikonin mua, era parë që shikoja, era parë që më shikonin, kush është ky? Ky është hoxh. Pra ata ishin vëllezërit e mi, janë vëllezërit e mi, sepse Allahu thënë në Kur'an, innamal mu'minuna ikhwa. Besimtarët janë vëllezër. Në ka bërë Allahu vëllezër. Përderisa dëshmojmë me zemrën, me gjuhë, shahadetin, jemi muslimanë. Pranojmë Allahun si Zot, pranojmë Islamin si fe, pranojmë të dërguarin Muhammed sallallahu alaihi wasallam si dërguarin nga Allahu i Madhëruar. Çdo musliman me këto tre pranime, çdo kush është vllai tjetrit. Dhe Allahu thot, për të mirësi kaq të madhe, që është mirësi nga Allahu, "Walau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta bayna qulubi." Nëse do të shpenzosh çka ka në tokë prej argjendit, prej floririt, për t'i bashkuar zemrat e njerëzve, s'do kishte mundësi. Ne mblidhemi në një vend, sa me të katroshke, 130 më shumë. 5 herë në ditë, një dhe fytyra, bashkohemi bashkë, një saf, në safe, bashkë një personit, na drejton për një rit, bashkohemi, ky bashkim përmban atë bashkëpunimin, dashurinë, konsolidimin, të duhemi për hir të Allahut, mos përçarjen, mos urrehemi, mos mashtrojmë njëri tjetrin, mos kemi zilin njëri tjetrin, se të janë hadithe profetike, to që po them. Thot Allahu thot profeti sallallahu alajhi wasallam, jeni rob të Allahut, vëllezër, jeni rob të Allahut, vëllezër. Ore, pse ka kaq lidhje midis adhurimit të Allahut dhe vëllazërisë? Çdo shtyllë e Islamit, çdo shtyllë e Islamit dhe çdo ritual i jashtëm ka lidhje me bashkësinë dhe vëllazërinë. E marrim nga para, cila është mas shahadetit? Namaz. Ku falemi, në shtëpi apo në xhami? Falemi në xhami. Namazin më i mirë për burrin ku është? Në xhami. Sa herë më i vlefsh ose i shtëpisë ose vendet ku ti punon, sa herë? 25 ose 27 herë. A falemi kështu një atje një këtu? Si falemi? Bashkë, në rresht, në harmoni. Ka njerëz të nderuar vëllezër dhe ka pasur që në kohën e profetit sallallahu alajhi wasallam që ka pranuar Islamin vetëm duke parë se si falen muslimanët. Aq bukur. Ka qenë një nga kryetarët e fisëve, nga fisët më të njohura të idhujtarëve. E lidhën sahabët tek shtylla. Dhe qëndroi 3 ditë. I shkonte profeti sallallahu alajhi wasallam dhe pyeste si je? A do pranosh Islamin? Thonë gjë, thot. Nëse më vret, thot, më ke gjatë. Nëse më liron, thot, unë jam njëri që e vlerësoj, thot. Do të vlerësoj me ardhmë me argjend. Shkonte për me lindë, mirë, thot. Sahabët jepshin për ngrënë, për të pirë. Ai çfarë bënte? Pra këto ditë shikonte muslimanët që faleshin kaq. Ashtu si tha, ndërtohet Islami në 5 shtylla. Kushtet e imanit janë këto. Jo që kjo është e keqe tash me kanë dikujt, se mos e kuptohemi. Të janë të rëndësishme. Po du të dalë një diçka tjetër, cila është kjo? Që këto mëdhahir, këto dukje të riteve, pra të riteve të adhurimeve që Allahu ka bërë detyrë, siç është namazi bashkërisht, në një vend, dhe shprehje Esselamu aleikum kur hym, dhe kthimi selamit, dhe kur bashkohemi në saf dhe falemi në një harmoni të plotë me imamin, dhe mbaron ky namaz, fillon me të, me çfarë? Allahu Ekber, po më mbaron. Selam aleikum. Selam aleikum. Por është engjëllit dhe besimtarët. Dhe ti kur çohesh nga namazi, nuk është e pëlqyeshme të shkosh dhe të rish dhe të ikësh. Po çfarë bën? Përshëndetesh. Dhe largohesh nga i vend duke përshëndetur me selam. Dhe ky person në ditën e tretë, nëse zgaboj si dita e treta e pesta, e liron profetin sallam, pra urdhëron për lirimin e tij, po çfarë bën ai? Thotë shahadu an la ilaha illallah
ashhadu anna Muhammed Rasulullah. E thënë dietarë thot, pamja që pa ai se si faleshin sahabët bashkë dhe tregoshin vllazërin kur takoheshin në xhami, dashurinë për hir të Allahut, e bëri këtë person pranon të Islam. Sepse tek adhurimet që Allahu ka ligjëruar dhe formën se si na ka urdhëruar t'i veprojmë të adhurime, ka urtësi pafund. Nga këta urtësi është kjo. Ka argumente të qarta dhe udhëzim për të tjerët. Kur ata shikojnë vëllezër dashur ditën e xumat që vinë ke xhamia juaj, dhe çdo xhami, kjo është një pamje shumë e bukur, vinë njerëz kështu nga 2-3 veta. Nga lagja këndej. Nga lagja këndej. Nga lagja këndej. Të veshur, të mirë, të pastruar, me fëmijë në dorë, ose për Bajram për shemb. Ata habiten. O që bën këta njerëz mblidhen 5 herë në ditë, ose çdo javë të rregullt. Mushë xhamia plot. Ç'i bën këta njerëz? Ç'i shtyn këta njerëz? Sot të mbledhësh për shembull 30 veta, do të pagush me ndoshta me ndihma ose të japësh ndonjë parë, ti çosh me ato buzat i mbledhësh ti çosh për shembull se man Sali Berisha ose ku dikush tjetër mban një demonstrim ose protest. Kurse na pagun dikush e thot Xhevair, ata thonë, kanë thënë të thonë, po ne çfarë? Ai që është sinqert e di që të spaguhen. Ata që na njohin. Edhe kjo tregon, pra kur shikojnë ata që dimër, verë, Xhevairi, po këtu e kam e. Në ezanin. Alhamdulillah. Mirësi nga Allah. Shikojnë babën, thot, ky thot, vetëm xhami qetësohet. S'ka vend tjetër. Dhe unë kur vi, ke ju qetësohem, kur shikoj juve. Pa shikoj vëllezërin në xhami. Edhe këto e nuse sot, ishe ke kafe Luniku, isha në Durrës. Dola nga kafe, para se të takoshën bashkë, ore nuse dhe çuditshme çështja e Islamit. Po çka ke e burr tha? Ore, aty takova njerëz që i njihve dhe që se njihvi. Po ndjehem mirë thash. Ore njeriu ka nevojë për njerëz që e dua për hir të Allahut. Se të bënoj mirë njerëz, po bënosh keq çdo kush, atëherë zit po tjetër. Dhe nuk kjo është origjina që ne duam për hir të Zotit. Dhe kur ti të tregon buzëqeshën, respektin, se mbi këto ndërtohet dhe lidhja. O, ç'është lidhje ka agjërimi? Na tregoj që lidhje me bashkimin dhe vllazërinë. A e dini hadithin që është një hadith që është zgjidhje për një problematikë që çdo vit përsëritet. Me këtë agjërojmë hoc. Me Saudinë apo me Turqinë? Me kalendarin apo me hanën? Problematikë që përsëritet për herë. Çfarë për sallallahu hadith nga Allahu. Pra, se hadithi është wahy. Po një lloj wahyi, një lloj shpallje tjetër. Shpallja numër 2 themi. Numër 1 Kurani. Fjalë për fjalë. Numër 2 ato që ka thënë Allahu që thot, pra në mënyrën e vet për sallallahu. Agjërimi është ditën kur agjërojnë njerëzit. Muslimanët. Çelja është kur e çelin muslimanët. Bajrami është kur e bëjnë muslimanët. Ka argument më të madh. Subhanallah. Për në thot Shekh Albani thot, ne thot, në raste të tilla, ku ka ndryshime, thot, keqen më të madhe, thot, e shtym të keqen më të madhe me keqen më të vogël. Nëse nuk arrim dot të agjërojmë vetë, pra të shikojmë hënën, çka ardhur në origjinë, ashtu do të agjërojmë, dhe ta lejmë agjërimin ta çelim, atëherë çfarë? Do të agjërojmë me vendi ku je, normalisht duke pasur një mbështetje që ta agjërosh me vendin që përputhet me vendin tënd, që e përllogarit me kalendarin, po ti në realitet mbështetesh tek ajo që e ka parë. Hënën, po është përputhur me vendin tënd. Kjo është nga makharij, nga zgjidhjet që japin dietarët e sotëm, ti problemi. Dhe vin ca torollak, më fal për shprehjen, kur është këtë çështja, jam i përgjigje shumë, sigurisht çdo dietar i madh. Kur hoxha në fjalë dhe unë kena pyet Shekabatin dhe hoxha, Shekabati që thot? Thot nuk e ti thot. Thot nuk di që thot. A që vështirë është çështja. Thot pyesni këtë, komisionin e përhershëm dietarëve në Riyadh, që janë 12 burra, cilët janë mbi 60 vite që janë në kërkimin e dijes, në dhënien e dijes. E vjen Jani këtu, që gjoja për hir të fesë, xhelozi që ka për fesë, thot ka thënë profesoram që agjëroni me hanën, çelini me hanën, bëni kurban me hanën. Po mirë,
nga gabimet, nga shkaqe që shumë devijojnë sot, nga grupet e humbura, është që marrin pjesë argumenteve dhe lënë pjesën tjetër. Dhe i zbatojnë të argumente mbi disa gjëra që janë reale, ndodhi, të cilat kërkojnë ijtihad, kërkojnë përpjekje dietarëve, studim, por nuk i bëhet çështja përgjigje kaq lehtë, për çështje që i takojnë interesit muslimanëve përgjithësi. Nëse ti ke dëshirë për diçka që lidhet me ty, po. Ose do të bësh një zgjedhje personale për familjen tënde, rrethin të ngushtë, vendin tënde, bëje. Po dalësh ti me kështu me altoparlant thosh, "Ore ju ç'a bëni, mos agjironi, sot është Bajram ose të kundërtën." Ti ke bërë të keqen më të madhe, që është porçare. Që thot profeti sallam, thot el jamaa rahme wal furqa adhab. Xhamati, bashkësia, vllazëria është mëshirë nga Allahu i madhëruar dhe porçarja çfarë është? Është dënim. Besimtari nuk duhet të jetë për atyre i cili porçan. Duhet i marrë gjithë shkaqet e bashkimit. Jo njëri i cili gjë më të vogël do të japi ndryshe, kundërshtoj. Në një tavolinë janë 5 veta. E shikoni person që më kontrabedal. Gjithë janë normal, flasin qetë dhe mundohen gjeni një diçka të përputhet. Dikush e japi si shembull, pra që mund të jetë se dush së mundi që ai e ka, do dalë gjithmonë kundra për të futur konfuzion, dyshime dhe të përçarë muslimanët. Dhe kjo është shumë e rrezikshme. Dhe tjetra është nuk i takon çdo kujt të merret me fetvat, me përgjigjet. Ka njerëz që janë hoxhallar ose të dishëm, dhe këto hoxhallarë vetë s'kan mundësi pyesin dietar më të mëdhenj dhe vjen përgjigje. Është zgjidhur ç'është. Prandaj ka hadithin që thuhet agjironi kur agjironi njerëzit. Çelni kur çelin njerëzit dhe çfarë? Bëni kurban ku bëjnë tjerët kurban. Kjo nuk mohon hadithin që thot lidhen me hënën, por se mblidhen argumentet. Pra ka ardhur hadithi vëllezër, për shembull ka ardhur. Nëse nuk e shikoni hënën e Ramazanit, ka re ç'a bëhet? Plotësohet rreth. Po mundësia për të qenë 29 është? Është. Po ku qëllimi? Që të bashkohen. Pra, çështja është shumë madhështore dhe Islami ka ardhur ka maksat, ka qëllim në vetvete, ruajtjen e bashkësisë. Jemi vëllezër, nderuar vëllezër, duhet jemi bashkë. Kur jemi të përçarë, ç'a bëhet? Na ha ujku. Jemi të dobësuar, të dobët. Dhe duhet besimtari që këto adhurime, si Ramazani, të shfrytëzoj për të shtuar dashurinë, për të shtuar bashkësinë, jo për të përçarë. Agjërimi në vetvete, namazi teravih, çelja bashkë e agjërimit, kur të mundsohet, qoftë familje, qoftë në fis, qoftë me shok, me vëllezër. Dhe nga gjëra që tregon gjithashtu që ky Ramazan ndihmon në bashkimin e zemrave, është shpërblimi që ka i cili i çel dikujt çfarë? I çel agjërimin. Pra iftaru saim, kur ti i mundson dikujt ta çeli me pasurinë tënde. Ke shpërblimin atij që çfarë? Që agjiron, ati që agjiroj, dhe ti u bërë shkak që e çeli me pasurinë tënde, me ushqimin që ti i dhe. Po ju e dini që kjo normalisht në të zgjidhen në të raste kur zgjidhet, ai që s'ka mundësi, ose mundësia tjetër është pakët. Po kur i varfëri ndihmohet nga i pasuri, nga që ka mundësi, ai shtohet dashuria për vllajën e tij apo i paksohet? I shtohet. Dhe kur i pasuri është indiferent ndaj vllajit të varfër nevojtar, ai shtohet zilia së mira dhe inati? I shtohet. Njerëz jemi. Mos bëjmë se jemi engjëj. Themi jo se duhet ai është risku atij. Jo, më ndodh. Dhe kjo është gabimi i atij. Gabimi i atij i cili është i mundshëm, i njeh nevojtar në xhami, vëllezërit vet, ka mundësi dhe nuk i ndihmon. Dhe prandaj një nga urtësitë që dietar përmendin lidhje me agjërimin është që ti të ndjesh nevojën që ka nevojtari, nevojën dhe dhimbjen pra nevojën për ushqimin dhe dhimbjen e urisë. Pra thënë dietarët, një nga urtësitë që Allahu e ka ligjësuar agjërimin është që ai ndjen për ai pasuri, që ka mundësi për herë të blejë gjërat nga më ndryshme,
Kur ajo agjëron, ndjen urin, apo jo? Kë kujton në të rast? Kujton të varfër, pamundshëm. Dhe bëhet më social, bëhet më i ndjeshëm. Pra, të ngjallësh në ndjenjat, të jesh më i ndjeshëm, të jesh më tepër i ndjeshëm, është nga format që Islami nxit. Dhe e kundërta, nëse bën punë dhe i je indiferent në atë grad sa ty të bie ndjeshmëria për tjetrin, është shumë e rrezikshme. Pra kur ti je akull, i ftohtë, gjallë, vdek tjetri s'ka rëndësi. Ka për ngrënë, s'ka për ngrënë, s'ka rëndësi. Vuan, nuk vuan, është smur, ka nevojë, nuk ka rëndësi. S'ka ardhur hadithi për të komshiun. S'ka ardhur që shtoi lëngun e gjellës. Pse? Për çfarë? Për t'i dhënë komshiut një pjatë. Se ndjen aromë kush dhe i varf. Ka Islam, ka hadith. Do të më i dhon dhe i gjell atit, i pjatë. Kjo është prej kujt? Prej moralit Islam. Dhe agjërimi i mundson besimtarit që është i mundshëm të përjetoj atë që përjeton dhe i varfër zakonisht gjatë tërë vitit. Normalisht se sot ne për të ardhur keq rafshohemi mirë me bukë, edhe s'din ndonjë uri të madhe gjatë ditës, edhe s'punojmë, do një punë të rëndë, ata që s'punojnë, që ka dhe që punojnë të rëndë, dhe ndjejnë urin. Po, së mos ndimër tani, fakt dita është e shkurtër dhe s'ka shumë orë, subhanallahu, shumë i lehtë është agjërimi. Por në ato ditë që janë dhe më të gjata, për të ardhur keq, dhe kjo nuk është e këshillueshme, që të hash deri në fund, qoftë për iftar, qoftë për sufër. Dietarët këshillojnë që haj pak. Ha normal, si më thë. Lëngjët i pish, se të bëjnë mirë për trupin që nëse ke mungesë lëngjësh, por se çfarë? Të rafshohesh sa ti nuk ndjen uri ish gjatë tërë ditës, kjo nuk është pozitive ose nuk është që të ndihmon në lidhje me të kuptosh më mirë pra çështjen e kujt, të që thanë turqësisë, që të ndjesh atë, pra të ndjesh atë që ndjen dhe i varfëri dhe nevojtari në lidhje me urin që ndjen personi gjatë agjërimit. Tjetra që unë dua të përmend është atë që tha dhe Hoxha, i kisha ndërmend, po alhamdulillah Hoxha foli shumë gjëra që jo, këtë zjatë është shumë mirë, po këta janë gjëra që janë shumë të rëndësishme. Agjërimi ose muaji i Ramazanit është muaji i ndryshimit, i reflektimit. Dhe unë të përmend hadithin që thot profeti sallallahu alajhi wasallam, më erdhi Xhibrili alayhis salam dhe tha: ai person i cili arrin njërin nga prindrit të moshuar dhe hyri në zjarr, u largoft nga Allahu, thuaj amin. Thash amin. Ai cili arriti Ramazanin dhe hyri në zjarr, nuk ju falin gjunahet. Allahu u largoft atë nga ai, thuaj amin, dhe unë thash amin. Dhe ai njëri i cili përmendem unë tek ai dhe nuk bie salavat, dhe përmendëm tjetën pra pasoj, hyn në zjarr, Allahu e largoft atë nga ai, thuaj amin, dhe unë thash amin. Në një transmetim tjetër thuhet, i poshtëruar është ai i cili, i nënçmuar është ai i cili e arriti, pra hyri Ramazani dhe doli, dhe ati nuk janë falur gjunahet. Dhe i privuar i vërtet është ai i cili e arriti Ramazanin dhe doli nga Ramazani pa u falur gjunahet. Prandaj është frikë rreth parë për vetën time, ndjej shumë e madhe nëse ne neglizhojmë në Ramazan. Mi gjatë ditës, gjatë vitit, gjatë ditëve mund të neglizhojmë shumë gjëra. Ramazani është muaji i mëshirës. Allahu mëshirën e tij në këtë muaj e zbret më tepër, më shumë.
falja është më e madhe. Lidhën shejtant. Mundësia për të gabuar është më e pakët. Pra, ajo që ti ke armik si nefs, epshi, paksohet me kë? Me agjërimin. Me namazet e tepët. Adhurimet e çfarë bën shejtani? Ato në nefsin ja ulin atë ndikimin. Shejtanët lidhen. Mundësia për ndryshuar është më e madhe. Dhe ai i cili dhe këtë muaj, Zoti ja di, pra nuk ka ndryshim gjendja e tij para dhe në Ramazan. Atëherë ky person nuk është në rrugën e duhur, do të reflektoj tek vetja e tij. Me këto hadithe që i ngjan çdo kush për nesh friksohet. Si unë mundem që natën e parë që hyn Ramazani të kem të njëjtat zakone se çfarë që kam pasur para Ramazanit. Paktën gjendja jonë në Ramazan do të jetë ndryshe. Që mas Ramazanit të mbesi ai ndikimi i mirë tek ne dhe pas Ramazanit. Prandaj që thonë dietarët që Ramazani medreseja më e mirë për edukim, për ndryshuar. Besimtari duhet të reflektoj para se të vonë. Se kur deta e ditë që ne do ikim, nuk e dim. Para se të vonë duhet të reflektojmë. I bën keq vetes. A ka Allahu nevojë për adhurimet tona? A e dëmtojmë në Allahun me gjunahet tona? Që thot hadithi tjetër? Sikur gjithë zemrat e juaja të jenë në zemrën e njërit më të devotshëm. Pra gjithë devotshëm. Nuk shtoni ke mulki im asgjë, ke sundimi im asgjë. Dhe sikur të jeni, pra gjithë njerëzit të jenë në zemrën, pra të jenë zemrën më të keqe. Në zemrën e njërit. Pra lidhen gjithë shijat tek një person. Askush nuk ka mundësi të bëjë Allahu çfarë? Dëm. Dhe askush nuk i pakson Allahut nga sundimi i tij. Por se është njeriu që i bën dëm vetes tij. Prandaj çfarë është prej asaj që njeriu bën, e bën ndaj vetes. Dhe kush bën diçka fiton diçka bën për veten. Dhe kush bën diçka që është për gjinoha e ka kundra vetes. Me kaq e mbyll se ndoshta edhe është koha për mashtësie që do të pushojmë, më bëni halal për zjatjen, sepse ka shumë gjëra për të thënë, për të folur, po siç tha hoxha fillim tha se tani tonë kujtova, do ta thoja që fillim, ne si hoxhallar na është dhënë kjo përgjegjësi me fol, po nuk është e lehtë, sepse me fol shumë fishohet ajo amaneti mbi ne. Përgjegjësia që dalin para Allahut dhe rreth parë kështu në vetën tonë. Sinqerisht, nuk e them këtë për tregu që jam modest ose jam kështu që jo, sinqerisht unë kujtoj veten time rreth parë pastaj juve. Është nga shkaqet që kur dalim para një xhamati, para disa njerëzve që i këshillojnë, rreth parë ne kujtojmë vetën tona. Dhe një nga format më të mirë të bashkëpunimit është kjo. Wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa. Dhe bashkëpunoni në të mira, në mirësi dhe devotshmëri. Dhe nga forma të mira është këshillimi midis njëri tjetrit. Dhe përkujto se përkujtimi i bën dobi besimtarëve. Dhe ishin sahabët që e filloshin me selam takimin dhe mbaronin me çfarë? Me surën Asr dhe me selam. Pra. Lexonin surën Asr. Kjo ka një transmetim të saktë që ka qenë në zakon i sahabëve që e lexoshin surën Asr si përkujtim tek njëri tjetri. Para se të ndashin dhe i bëjnë selam. Herën e dytë. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah shpëlojë, Allah nderoft.